Uji I dushit binte ngadalë mbi shpatullat e Albës duke, sikur donte t'i merrte me vete gjithë peshën që ajo mbante brenda kraharorit. Avulli mbulonte xhamin dhe bota jashtë dukej larg, e mjegullt, sikur nuk I përkiste më. Lotët I përzieshin me pikat e ujit dhe askush nuk mund ta dallonte se cilat ishin nga dhimbja e cilat nga dushi. Por ajo I ndjente. Çdo lot ishte I rënë. Çdo frymëmarrje ishte një përpjekje, ajo mbështeti ballin te muri I ftohtë, syt mbyllur, zemra duke I rrahur fort, sikur po kërkonte një dalje. Mendimet I silleshin rreth e rrotull, kujtime, frikëra, pritje, fjalë të pathëna. Ndonjëherë dhimbja nuk vjen nga ajo që ndodh, por nga ajo që nuk ndodhi kurrë. Dhe Alba po qante pikërisht për këtë, nga ana tjetër e xhamit të dushit, Limi qëndronte I heshtur. Nuk donte ta tremte, nuk donte ta ndalte. Ai e dinte se ndonjëherë njeriu duhet të qajë për t'u çliruar. E ngriti dorën ngadalë dhe e vendosi mbi xham. Avulli u nda pak aty ku gishti I tij preku sipërfaqen e ftohtë. Ishte një prekje e thjeshtë, por e mbushur me gjithçka që nuk mund të thuaj me zë, mos qaj, shpirti im. Zëri I tij ishte I ulët, I butë, sikur të kishte frikë se mos e thyen momentin. Çdo gjë do kaloj. Do shohësh. Dhe ne do jemi bashkë, Alba e dëgjoi. Nuk u kthye menjëherë. Lotët vazhdonin të rridhnin, por tani nuk ishin më aq të vetmuar. Ajo e ngriti dorën dhe e vendosi mbi xham, përballë dorës së tij. Dy duar të ndara nga një shtresë e holl xhami, por të bashkuara nga një ndjenjë që asgjë nuk mund ta ndante, kam frikë. Pëshpëriti ajo, më shumë për veten se për të. Kam frikë se mos lodhem duke pritur, Limi mbështeti ballin të xhamit. Syt I kishte mbyllur, edhe unë kam frikë, tha. Por frika nuk do të thotë se duhet të dorëzohemi. Do të thotë se diçka ka vlerë. Ti ke vlerë, Alba. Çdo lot yt ka kuptim për mua, uji vazhdonte të binte, por koha sikur kishte ndalur. Brenda atij dushi nuk kishte më vetëm dhimbje. Kishte shpresë, të brish, por të gjallë. Alba mori frymë thellë. Për herë të parë pas shumë kohësh, kraharori nuk I dukej aq I rënë, nëse një ditë lodhem. Tha ajo ngadalë, mos më lër vetëm, nuk do të lë, u përgjigj ai pa hezitim. As kur të qeshësh, as kur të qash. As kur të jesh e fortë, as kur të thyesh. Do jem këtu. Gjithmonë, lotët e Albës filluan të qetësoheshin. Jo sepse dhimbja ishte zhdukur, por sepse dikush e kishte parë. E kishte pranuar. E kishte dashur në atë gjendje, ajo buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje e vogël, e lodhur, por e sinqertë. Dhe përmes avullit, përmes xhamit, përmes gjithë frikës së botës, ajo ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh, qetësi. Sepse ndonjëherë mjafton një dorë mbi xham dhe një zë që të thotë, mos qaj, shpirti im. Gjithçka do kaloj.